Tragjedia që ndryshoi rregullat e sigurisë, avioni që u mbyt në Atlantik gjendet pas 74 vitesh. Pas më shumë se 7 dekadash, një ekip kërkimor ka gjetur rënojat e fluturimit 5264 të Pan American World Airlines Pan Am, një aeroplan që u zhduk në vitin 1952 dhe shënoi historinë e aviacionit civil në fund të oqeanit Atlantik. Avioni u gjet në 2 qershor në një thellësi prej rreth 600 metrash dhe rreth 8 kilometra larg bregdetit të San Juan në Porto Rico. Vendodhja u bë me ndihmën e një automjeti në New York autonom i pajisur me sonar dhe kamera me rezolucion të lartë, të cilat skanuan fundin e zonës për ditë të tëra. Sipas New York Times, imazhet e paratregonin qartë logon e Pan Am, pjesë të trupit të avionit, marshin e uljes dhe dritaret e kabinës, ndërsa një pjesë e aeroplanit mbetet e ruajtur në mënyrë mbreslënse. Rrëzimi, fluturimi i njohur edhe si Specialja e Pashkëve u nis nga San Juan, Kaliforni, me destinacion New York City të premten e madhe në 11 prill 1952. Më pak se 9 minuta pas ngritjes, 2 nga motorët e Douglas DC-4 dështuan. Kapiteni u përpoq të kthehej në aeroport, por humbja e vazhdueshme e lartësisë e detyroi atë të bënte një ulje emergjente në Atlantik. Të gjithë 69 personat në bord i mbjetuan përplasjes me detin. Megjithatë, disa minuta më vonë, pjesa e pasme e aeroplanit u thye dhe trupi i avionit filloi të fundosej. Konfuzioni që mbizotroi gjatë evakuimit rezultoi fatal. Shumë pasagjerë refuzuan të ndiqnin urdhrat e kapitenit për të braktisur aeroplanin dhe mbetën të lidhur në vendet e tyre. Në të njëjtën kohë, deti i trazuar dhe frika nga peshkaqenët bën që shumë pasagjerë të qëndronin në kabinë. Një total prej 52 personash vdiqën, kryesisht nga mbytja, ndërsa 39 trupa nuk u gjetën kurrë në një aksident që shënoi historinë e aviacionit civil dhe çoi në ndryshime të rëndësishme në rregullat e fluturimit dhe sigurinë e saj. Kur pamfotot e para mbetën pa fjalë, tha Josh Gates, prezantuesi i ekspozitës së panjohur në Discovery Channel, i cili mori pjesë në projekt në një intervistë. Më la pa frym, sepse ajo që pam i tejkaloi të gjitha pritjet. Avioni është ruajtur shumë mirë dhe të shihej aluminin i cili nuk rryhet, duke shkëlqyer në shtratin e detit, ishte vërtet maramense. Tragjedia që ndryshoi rregullat e sigurisë. Aksidenti ishte një pikthese për aviacionin civil. Në atë kohë udhëzimet e sigurisë para ngritjes nuk ishin të detyrueshme, as nuk ishte udhëzime standarde për pasagjerët se si të reagonin në rast emergjence. Procedurat të reja sigurie u miratuan pas tragjedisë, të cilat formuan bazën për udhëzimet që kryen ende para çdo fluturimi. Ky është një aksident që riformësoi në thelb aviacionin, siç e njohim sot, tha Gates. Gjetja e rënojave të Clipper Endeavour ishte bërë një obsesion personal për Russ Matthew, president dhe bashkëthemeluesi i organizatës jo fitim prurse Air Sea Heritage Foundation, i cili luajti një rol kryesor kyç në ekspedit. Në një intervistë ai shpjegoi se vendi ku u mbyt avioni është aq i thellë sa ishte pamundur për zhytësit të arrinin atë. Kushtet e këqija të motit bën gjithashtu operacionin dukshëm më të vështirë, ndërsa tha ai, pandemia Covid e koronavirusit e vonoi kërkimin për vite me radhë. Na u deshën të prisnim 2 vite para se të kishim mundësinë tonë, tha ai. Një nëndetse autonome bëri gati 30 udhëtime mbi zonë, duke kapur më shumë se 350.000 foto. Ekipi i kërkimit sqaroi se nuk do të vazhdojë me rikuperimin e mbeturinave ose kërkimin e mbetjeve njerëzore nga vendi.